Marrëveshja është mbyllur me Luzernën, ndërsa Adrian Bajrami ka ndryshuar mendje dhe do të kthehet sërish në Portugali. Braga do përfitojë shërbimet e mbrojtësit shqiptar. Testet mjekësore dhe prezantimi janë hapat e radhës. Bajrami kishte edhe 2 vite të mbetura kontratë, ndërsa Luzerni i Zvicrës paguante 900.000 euro në janar për të blerë kartonin. 24 vjeçari rikthehet në Portugali, ku luante me Benficën. Vetëm 6 paraqitje regjistronte, ndërsa shënonte edhe 1 gol. Zvicra ndërkohë nuk e preferoi për botërorin, ndërsa u bë temë pasi la Shqipërinë. Te Braga nis një kapitull i ri, ndërsa klubi portugez do luaj edhe në kualifikueset e Ligës së Konferencës. Ardian Ismaili po del gjithnjë më shumë si një nga figurat më të rëndësishme të Torinos në këtë fazë të re të projektit sportiv. Mbrojtësi kombëtarët shqiptare i ardhur nga Empoli në verën e vitit 2025 së bashku me Tino Anjorin ka arritur të fitojë besimin e stafit teknik dhe të shndrohet një pikë referimi në Propavi, pavarësisht një sezoni të shoqëruar me probleme fizike. Edhe pse dëmtimet e kanë dalur disa herë gjatë sezonit, Ismaili ka treguar stabilitet sa herë ka qenë në dispozicion. Performancat e tij kanë qenë të konsoliduara dhe me ndikim të drejtë për drejtë në skuadër, duke i dhënë Torino siguri në një repartë që shpesh ka pasur lohatje. Kontributi i tij është vlerësuar duke bërë që Ismaili të shihet si një nga lojtarët mbi të cilët mund të ndërtohet projekti i ri teknik. Sipas zhvillimeve në klub, Ismaili pritet të ketë një rol qendror në sezonin e ardhshëm duke u konsideruar si një nga liderët e mbrojtjes granata. Stafi teknik e sheh si një element të besueshëm mbi të cilin mund të ndërtohet një repartë që pritet të ketë ndryshime të rëndësishme. Megjithatë, sfida kryesore për Ismailin mbetet gjendja fizike. Problemet muskulore dhe ndërprerjet gjatë sezonit kanë ndikuar në vazhdimsi, duke e detyruar të humbas disa ndeshje. Për të arsye, menaxhimi i ngarkesës dhe rikuperimi plot fizik do të jenë vendimtare për të ardhmen e tij. Në ambientin e Torinos, Ismaili konsiderohet tashmë një nga shtyllat e ekipit, ndërsa sezoni i ardhshëm pritet të jetë vendimtar për ta konsoliduar përfundimisht si lider të padiskutueshëm të mbrojtjes. Nëse arrin të ruajë vazhdimsitë e formë optimale, mbrojtësi shqiptar mund të bëhet një nga pikat më të forta të skuadrës granata dhe pse jo për të tentuar një transferim më të madh. Feta Fetaj është rikthyer te Lokomotiva e Zagrebit. Eksperiencat e Sharia në Emiratet e Bashkuara Arabe rezultoi dështimi më i madh. 21 vjeçari i kombëtares U21 u largua me kujtimin e 14 paraqitjeve. Në total, luajti rreth 700 minuta. Guess who's back, shkruan klubi kroat në rrjetet sociale. Mesfushori ka kontratë që e lidh edhe për 1 vit me Lokomotivën. Për shkak të ngjashmërisë fizike, Feta Fetaj është cilësuar edhe si Modric shqiptar më parë. Interesante është nëse nuk do të largohet nga klubi kroat. Pablo Zabaleta ishte ndihmësi i trajnerit Silvinho gjatë periudhës së tij te kombëtarja shqiptare. Së fundmi po punon me projektin e grupit të studimit teknik në FIFA gjatë botërorit. Arsene Wenger është udhëheqësi. I pajisur si trajner me licencën UEFA Pro, Zabaleta e ka shprehur dëshirën që të jetë për herë të parë në krye të një ekipi. Prandaj po fliste për San Lorenzon, pikërisht aty ku nisi çdo gjë. Më dhemb momenti që po kalon San Lorenzo. Unë erdha në klub kur isha 12 vjeç. Kalova nëpër të gjitha kategoritë e moshave derisa arrita në ekipin e parë dhe jetoja në hotelin e klubit. E njoh shumë mirë klubin nga brenda. Tani janë zhvilluar zgjedhje dhe është zgjedhur një drejtim për një mandat prej 1 viti e gjysmë. Duhet të menaxhohet mirë që klubi të mund të ecë përpara. San Lorenzo është një klub i rëndësishëm, një nga klubet e mëdha, dhe duhet të jetë në një gjendje shumë më të mirë se ajo në të cilën ndodhet sot. E kam përfunduar kursin e trajnerit, dhe të jem trajner është ajo që më pëlqen. Vin nga një përvojë si ndihmës trajner. Ndoshta në një moment do të më jepet mundësia të drejtoj vetëm një ekip diku. Nuk do të përjashtoja kurrë asgjë, aq më pak San Lorenzon, që është klubi ku e nisa karrierën dhe ku kalova shumë vite, u shpreh Zabaleta. Eksperienca e vetme e tij pas asaj si futbollist është pikërisht e Shqipëria. Craig Bellamy nuk do të jetë trajneri i Burnleyt. Dje u tha se klubi i Premier League të paguante 700.000 euro për shërbimet e trajnerit të Walesit, ndërsa ishte plan firmës. Sot tregohet se kjo pistë përfundimisht ka rënë. Bellamy nuk është gati për rikthimin në Angli. Sky Sports shton se Steve Cooper dhe Rob Edwards mbeten alternativa. Kur nuk e konsiderova që ta planoja.
Burnley është një klub i mrekullueshëm, por të ulesh në stolin e ekipit tënd kombëtar është nderi më i madh dhe kam punë të pambaruara, raportohet të jetë shprehur trajneri i Walesit. Armando Broja me shok, prej kohësh po presim për trajnerin e ri. Edicioni i ardhshëm në Championship nuk do të jetë as pak i lehtë. Armando Dobra ka bërë hapin e radhës të karrierës së tij, duke firmosur me klubin londinez të Leyton Orient. Ka qenë vetë klubi londinez i cili ka publikuar lajmin e transferimit të Dobrës, të cilin e ka blerë nga Chesterfield i kategorisë së 4, në të cilin ish futbollisti i shpresave ka shkëlqyer në vitet e fundit. Sipas vetë klubit, Dobra kishte nënshkruar një marrëveshje 3 vjeçare. Jam shumë i lumtur që nënshkruaj për klubin. Trajneri luajti një rol të madh për mbërritjen time këtu, për shkak të mënyrës se si luan dhe që më përshtatet, ndaj mezi pres të filloj. Jam gati për një hap përpara dhe ky është vendi perfekt për ta bërë këtë. Të punosh shumë është detyrim dhe unë jam një nga ata lojtarë që jep gjithçka për Steman. Jam gati të filloj punën, tha mesfushori ofensiv pas prezantimit. Gabriel Kulla është kthyer në vitet e fundit në një nga emrat më të spikatur në kampionatin Primavera në Itali, duke veshur fanellën e Sassuolos. Në sezonin e fundit, ai u shpall edhe sulmuesi më i mirë i kampionatit të rinjve në Itali. Kjo ka bërë që klubi i Sassuolos të vendosë të blindojë menjëherë talentin shqiptar, i cili aktualisht përfaqëson gjyrat kuqezi me Shqipërinë U19. Palët kanë hedhur firmën mbi një kontratë që e lidh me skuadrën e Serie A deri në vitin 2030. US Sassuolo është i lumtur të komunikojë zgjatjen e kontratës së Gabriel Kullës deri më 30 qershor 2016. Qendër sulmuesi i ditëlindjes 2008 ka kaluar 3 sezone me fanellën e këtij ekipi, me të fundit në radhët e skuadrës Primavera. Në kampionatin për U20, futbollisti 18 vjeçar ka rënë në sy me 16 gola dhe 8 asiste, duke merituar Primavera Best Awards 2026 si sulmuesi më i mirë, shkruhej në njoftimin e Sassuolos për sulmuesin. Klubi i Veronës ka bërë lëvizjen e parë të merkatos së verës, duke afruar një mesfushor shqiptar. Leorat Bega i është bashkuar klubit të Saporon në Serin B, duke nënshkruar një kontratë 3 vjeçare. Mesfushori 22 vjeçar ka qenë pjesë e Stade Nyon në sezonet e fundit në Zvicër dhe tashmë është bërë pjesë e klubit italian, me të cilin ka nënshkruar deri në qershorin e vitit 2029. Bega ka qenë pjesë e Akademisë së Freiburgut në Gjermani, para se të bëhej pjesë e ekipit të Vil në Zvicër, ndërsa në 2 sezonet e kaluara ishte pjesë e Stade Nyon në kategorinë e dytë zvicerane. Mesfushori ka përfaqësuar Zvicrën me ekipet e moshave U19 në të kaluarën. Luis Hasa shfaqet gjithmonë më pranë Avelinos, që është pjesë e Series B në Itali. Kartonin e 22 vjeçarit e zotëron Napoli, me të cilin ka kontratë deri në vitin 2029. Alfredo Pedula është gazetari që zbulon se do të ketë një takim mes përfaqësuesve të Avelinos dhe Napolit. Kujtojmë se Hasa ishte risia e madhe e kombëtares në qershor, ndërsa këtë vit vendosi të hiqte dorë përfundimisht nga Italia për të përfaqësuar Shqipërinë. Avelino po kërkon një mesfushor ofensiv që mund të luajë edhe si trekuartist. 2 javë më parë, më 10 qershor, ju kishim zbuluar disa emra, përfshirë edhe atë të Luis Hasa, i cili është në pronësi të Napolit. Në ditët në vijim, do të zhvillohet një takim mes klubeve për të gjetur një marrëveshje. Në listën e kandidatëve janë edhe Fabio Maestro, David Gilma dhe Giacomo Olzer, por Avelino po përpiqet të përshpejtojë negociatat për Hasan, shkruan Pedula. Sivasspor ndodhet në një situatë serioze financiare dhe organizative, ku drejtues të klubit kanë paralajmëruar një afat kritik prej rreth 10 ditësh për shlyerjen e detyrimeve ndaj futbollistëve. Nëse pagesat nuk kryen brenda këtij afati, lojtarët mund të përfitojnë të drejtën e zgjidhjes së njëanshme të kontratave, gjë që do ta çonte klubin në një krizë edhe më të thellë, me rrezik real të humbjes së pjesës më të madhe të skuadrës. Në qendër të kësaj situate është edhe sulmuesi shqiptar Rej Manaj, për të cilin raportohen pagesa të prapambetura. Nëse detyrimet financiare nuk shlyen brenda afatit ligjor, edhe ai mund të aktivizojë të drejtën për të prishur kontratën në mënyrë të njëanshme. Brenda klubit flitet për një situatë emergjente, ku dështimi për të vepruar në kohë mund të çojë Sivassporin drejt një krize të thellë sportive dhe financiare, me pasoja që rrezikojnë seriozisht stabilitetin e tij për sezonin e ardhshëm.
Vetëm pak ditë më parë, në media turke u raportua se pritej largimi i Manajt, për shkak se klubi e kishte të vështirë të përmbushte kërkesat e tij financiare, dhe me sa duket, largimi tashmë është zgjidhja e vetme. Kristian Aslani është në udhkryq gjatë kësaj vere, pasi nuk ka ende të qartë se ku do të vazhdojë karriera e tij. Nëse një vit më parë ishte me sfushori ai që i diktonte kushtet Interit për një largim të mundshëm nga Zikaltrit, tani janë këta të fundit që diktojnë gjithçka, duke i krijuar jo pak probleme futbollistit. Sipas mediave italiane, vendimi i Interit është që të shes përfundimisht kartonin e Aslanit dhe jo të lejojë më huazimin me të drejtë blerje. Ka disa klube të interesuara për të transferuar me sfushorin, mes të cilëve Cagliari, i cili ka kërkuar informacione rreth tij. Por përgjigja e Interit ka bërë që diskutimet të mbyllen shpejt, pasi kampionët e Italisë kanë bërë të qartë që kërkojnë rreth 10 milion euro për kartonin e mesfushorit. Kjo është një shifër shumë e lartë, të cilën sardët nuk e përballojnë dot, dhe për këtë arsye janë tërhequr menjëherë. E njëjta situatë ka bërë të tërhiqen edhe klube të tjera, dhe kujtojmë se edhe Beshiktashi ka cilësuar të papërshtatshme klauzolën prej 11 milion euro të Interit që kishte në kontratën e huazimit. Ndaj për momentin, Aslani është në ajër sa i përket të ardhmes, dhe i mbetet të shpresojë që Zikaltrit të ulin kërkesat për të, pasi përndryshe rrezikon të mbetet si spektator në klub. Kombëtarja shqiptare vazhdon të konfirmojë rritjen e saj jo vetëm në fushën e lojës, por edhe në aspektin ekonomik, sipas të dhënave të fundit të vlerave të trekut, ku Shëzind kanë një vlerë të përgjithshme prej 88.8 milionë eurosh. Mesfusha rezulton në reparti më i kushtueshëm i ekipit, ndërsa disa prej futbollistëve më të rinj të kombëtarës vijojnë të rrisin ndjeshëm vlerën e tyre në tregun evropian. Në krye të listës qëndron Anis Mehmeti, i cili është aktualisht lojtari më i shtrenjtë i skuadrës, ndërsa në fund të renditjes gjenden futbollistë me eksperiencë dhe role më të kufizuara në përfaqësuese. Më të shtrenjtët. Në krye të listës së futbollistëve më të vefshëm të kombëtarës shqiptare renditet Anis Mehmeti me një vlerë tregu prej 15 milionë eurosh, sulmuesi i krahut dhe mesfushori ofensiv, po kalon një moment të rëndësishëm në karrierë dhe konsiderohet aktualisht aseti më i kushtueshëm i kuqezimve. Pas tij vjen Kristian Aslani me 12 milionë euro. Mesfushori organizator mbetet një nga lojtarët më të rëndësishëm të Shqipërisë dhe një nga emrat me potencialin më të madh për të rritur më tej vlerën në vitet e ardhshme. Podiumi plotësohet nga sulmuesi Mirlind Daku me 9 milionë euro, i cili ka fituar terren fal paraqitjeve të mira dhe golave të shënuar. Më pas vin Mario Mitaj me 6 milionë euro dhe Armando Broja me 5 milionë euro. Lista e 10 futbollistëve më të shtrenjtë plotësohet nga Luis Hasa dhe Christian Shpendi me nga 4.5 milionë euro secili, ndërsa Berat Gjimshiti dhe Myr të Uzuni vlerësohen me nga 4 milionë euro. Në vendet pasuese renditen Julian Shehu me 3.5 milionë euro. Vlerat më të ulta. Në anën tjetër të renditjes gjenden lojtarët me vlerat më modeste të tregut. Mbrojtësi Naser Ali rezulton futbollistin me vlerën më të ulët me emrave të paraqitur me 300.000 euro, pastaj renditet portieri Panoqirko me 400.000 euro, Simon Simoni, Arlinda Jeti dhe Bujar Plana kanë secili nga 600.000 euro vlerë tregu, ndërsa portieri Alen Sherri vlerësohet me 800.000 euro. Këto shifra nuk reflektojnë të mosdoshmërisht rëndësinë e tyre në grup, por lidhen kryesisht me moshën, kampionatin ku aktivizohen dhe perspektivën e shitjes në tregun ndërkombëtar të transferimeve. Vlera sipas reparteve. Analiza e skuadrës sipas reparteve tregon qartë se forca ekonomike e kombëtares shqiptare ndodhet në mesfushë. Ky repart ka një vlerë totale prej 43.6 milionë eurosh, duke përbërë pothuajse gjysmën e vlerës së përgjithshme të ekipit. Sulmi renditeti tyti me 26.9 milionë euro fal emrave si Mirlind Daku, Armando Broja, Myr të Uzuni dhe Christian Shpendi. Kjo tregon se Shqipëria ka ndërtuar një repart ofensiv me potencial të konsiderueshëm për të ardhmen. Mbrojtja ka një vlerë totale për 16.5 milionë eurosh, ku peshën kryesore e mbajnë Mario Mitaj dhe kapiteni Berat Gjimshiti, ndërkohë portierët profesorë repartin me vlerën më të ulët me vetëm 1.8 milionë euro në total. Kur analizohet përbërja kombëtares shqiptare nga aspekti financiar, bie në sy dominimi mesfushës, e cila profeson repartin më të vlefshëm të skuadrës. Futbollistët e këtij sektori arrin një vlerë totale prej 43.6 milionë eurosh, gati gjysmë e gjithë vlerës së ekipit. Pranira e emrave si Anis Mehmeti, Kristian Aslani dhe Luis Hasa ka bërë që mesfusha të jetë zemra jo vetëm e lojës së kuqezimve, por edhe pasurisë së tyre në tregun e transferimeve. Pas mesfushës vjen reparti ofensiv, i cili kap shifrën e 26.9 milionë eurove.
Sulmi shqiptar vazhdon të mbështetet te lojtarë me potencial dhe eksperiencë, ku spikasin Mirlind Daku, Armando Broja, Myrto Uzuni dhe Kristian Shpendi. Vlera e lartë e këtij raporti tregon se Shqipëria disponon me alternativa cilësore në fazën sulmuese të lojtarë që mbeten të kërkuar në tregun evropian. Mbrojtja renditet e treta me një vlerë totale për 16.5 milionë eurosh. Pjesa më e madhe kësaj shifre mbështetet te Mario Mitaj dhe kapiteni Berat Gjimshiti, dy futbollistë që përfaqësojnë siguri dhe eksperiencë në prapavi. Edhe pse mbrojtja nuk arrin nivelet e mesfushës dhe sulmit në aspektin ekonomik, ajo mbetet një nga pikat më të qëndrueshme të skuadrës kombëtare. Në fund qëndrojnë portierët me një vlerë të përgjithshme për 1.8 milionë eurosh. Alen Sherri, Simon Simoni dhe Pano Qirko formojnë repartin me vlerën më të ulët në ekip, megjithatë diferenca financiare nuk pasqyron domosdoshmërisht rëndësinë e tyre në fushë. Në total, kombëtarja shqiptare arrin vlerën e 88.8 milionë eurove, ndërsa mosha mesatare për 27.4 vjeç tregon se kuqezinjt kanë arritur një ekuilibër mes eksperiencës dhe potencialit për të arritur më tej vlerën e tyre në vitet e ardhshme. Në ndeshjet e shtatorit me shumë gjasa do të ketë afrime të reja ku priten lojtarë që mund të debutojnë, dhe shanset janë që vlera kombëtares në treg do ulet për shkak se mund të vinë lojtarë të rinj në moshë dhe që ende nuk janë konfirmuar.